i dëgjojnë këto ditë me vëmendje të shtuar ato sirena. Këtë që bëjmë ne, edhe me atë grup aq të fuqishëm investitorësh, e bëjnë vetëm përfaqësuesit e denj të një populli që i ka votuar për të kujdesur për interesat e Republikës dhe për interesat e tij. Ejani të ballafaqoheni me të gjitha kërkesat e lëna nga institucionet për të respektuar standardet mjedisore dhe biodiversitetin. Dhe po ejani të shikoni me sytë tuaj se si janë tërhequr vetë investitorët nga aplikimet, pikërisht sepse kërkesat tona kanë qenë rigoroze, institucionet tona kanë qenë këmbgulse, dhe ajo që ne duam të bëjmë me atë investim nuk është një biznes i radhës në plazh, në Bregdet, po është një xhevahir që ne duam t'ja vëmë kurorës së Mesdheut në emër të Republikës së Shqipërisë, në emër të popullit shqiptar, në emër të gjithë fëmijëve tanë, që kur të dëgjojnë për destinacionet ku të gjithë ata që dalin në bulevard dhe shohin veten në ekran, shkojnë për të bërë pushimet e tyre, t'ju thonë të tjerëve kemi dhe ne Vlorën, kemi dhe ne Zvërnecin. Ejani të shikoni se kush ju a ka thënë në mënyrë të përbindshme, të përsëritur, që ne pas kemi ndryshuar ligjin e zonave të mbrojtura për t'i hapur rrugë të zhvillimi, ju ka shaluar me një rrenë shumë të fortë që ju e keni marrë për kal betejë dhe prandaj nuk bëni dot betejë me atë rrenë. Halli është se kur unë i them këto, përgjigja juaj është nuk ka negociata. Ndërkohë që unë nuk kam asnjë negociat për të bërë me ju, sepse nuk negocioj dot as vizionin, as programin, as kontratën me ata që më kanë votuar, që bashkë me Partinë Socialiste ta çojmë në 35 miliard euro prodhimin e përgjithshëm kombëtar të Shqipërisë në vitin 2030, që ta çojmë në 15.000 euro shifrën e të ardhurave për frym, dhe që ta bëjmë Shqipërinë një princesh të turizmit mesdhetar. Këto nuk negociohen. Gjithsesi, për sa i takon kësaj teme, unë jam në dispozicion në çdo kohë, ashtu si kundër jam i hapur për çdo diskutim, mbi mënyrën se si duhet harmonizojmë mbrojtjen e natyrës dhe zhvillimin e turizmit. Ndërkohë që lidhur konkretisht me fatin e zhvillimit Vërnec, atë do ta vendos vetëm cilësia e projektit dhe shkalla e ambicjes së programit që investitorët do të paraqesin për zhvillimin e zonës. Por merrni një këshill nga unë me këtë rast. Ikini hienave që ju kanë mbledhur rrotull, se ju jeni të parët që do mbyteni në jargët e asaj urrejtje që unë e njoh mirë, në jargët e asaj hipokrizie dhe të asaj urie për pushtet që unë dhe ne socialistët e njohim nga shumë larg, të cilën e fshejnë nën qeleshet që i vënë në kokë për herë të parë, apo nën flamujt që lidhin qafë. Nëse doni të mbrojoni vërtet Shqipërinë, ju njerëzit që jeni